Kanë krijuar bukurat atë Hemingway-t, është një lokal aty. Ka pasur është edhe një festival Syri Blu i Besim Petrelës, edhe ai është edhe një Eda Zari që organizon në jug ajo, ngrohet pak moti tani pas një 2-3 muajsh më fjalë, 2 muajsh një gjë tillë. Janë disa kështu mini, janë pak jazzistët sepse e thatë, domethënë që ajo elitare jo se nuk ka audiencë. Audienca ka filluar është shtuar, me fjalë. Kjo ndihet se ne e shohim jetën e natës kur performojmë, me fjalë se sa mbushet një ambient apo një. Por kryesisht muzikantët shikojnë një çikë mënyrën e jetesës, shikojnë edhe janë këto rrymat e tjera më populiste, si i thon rocku, popi, bluesi deri tek muzika popullore, pastaj do jetosh. Është e pamundur dhe vetëm me jazz. Pra, e ruan si pasion, e ruan si zhanër, por detyrimisht do kalosh pak edhe në këto bashkëpunimet e tjera. E kuptoj. Tani duket pak si pyetje klishe, po gjithsesi pyetja është, në fakt e ke zgjedhur ti jazzin apo të ka zgjedhur jazzi ty në kuptimin që ti ishe saksofonist edhe duaj patjetër një saksofonist atje te grupi. Shiko, Beti, edhe ti pastaj e di kur e kam edhe kështu të datuar, domethënë zgjedhjen. Se unë me diplomë jam klasik, diploma ime është klasike, Universiteti i Arteve. Po si të gjithë instrumentistët atje, nuk janë të profilizuar në lloje të ndryshme muzikash. Erdha në 99-ën kam ardhur unë, bëra një vit në Milano me idenë që do merja aty diplomën unë pas universitare, njifeshe Shqipëria në atë periudhë me i fjalë, ta do t'i bësh provimet nga fillimi, 4 vjet më dhanë mua. Diplomën me kisha marrë në universitetit. Për të qenë sinqert me i fjalë që unë kam pasur vetëm një vit aty, domethënë e pash që nuk doja ta vazhdoja atë 4 vjeçarin aty. Diplomën e kisha marrë këtu unë në Universitet të Arteve, por ishte përfitimi madh, sepse në një botë tjetër, domethënë me ballafaqime me muzikante, me pedagogë aty tjetër. Po ajo la atë mbresën e vetë dhe kur erdha këtu me qëllimin dhe dëshirën e mirë patriotike unë në Shqipëri me i fjalë. Për të kontribuar në atë. Shumë në 99-ën e deri tani që nuk e di, kam përshtypjen se më është djegur njëri një tjetër, por nesër mos kalojmë në këtë pjesë. Prap disi i kënaqur se arrita t'i krijoj një komfort vetes, gjithsesi edhe duke kërkuar, duke andej këtej, ajo mësim dhënia në licë artistik 15 vite. Tek Shqyupi kam qenë me orkestrën ushtarit të estradës me ton detën e do ma kanë gjithë grupi aty. Për ata që na ndjekin, se ka dhe nga ata që e njohin Shqupin, se çfarë ka qenë, po ka nga ata që e lidhin vetëm me Partinë Demokratike dhe Selin që ka sot. Po në fakt Shqupi sqaroi pak çfarë ka qenë. E oficerave, Selia e oficerave dhe ne përfaqësonim grupin e estradës së ushtarit. Të vetmit që e morën vesh që ne ishim të veshur, vetëm kur ndodhi diçka që u hapën tepër, nuk e di, dhe na thanë ata, shkoni vishuni, ne të vishemi, tash, ne. Po ju tha, keni, tha, veshë i keni, kush i vishte, muzikant, rocku, bluesi, dinim aty. Por nese, gjithsesi, ishte puna këtu që kur e fillova unë, domethënë jazzin këtu në këtë moment, fillova krijimtarin e albumit për saksofon, një nga pjesët që titullohet Njollë Përësie, me bashkëpunuesin aty, domethënë aranxhuesin me Gent Rushin, pianisti jazzit, është pedagog në akademi aktualisht. Koli tha, e di çka ke bërë, tha, ose unë i tregoja lajt motivin, ja këndoja, kështu, do ta kishe marrë saksofonin me vete. Gabimi që ke bërë. Këndova. Dhe në këtë moment, imagjinoje, dukimi im klasike të gjitha, i thash Gentit të ndihmonte që të bënin këto aranxhimet që kështu si version bluesi. Kjo është jazz, Koli tha, që ke bërë ta. I thash, po mirë, me që e këndova në mënyrë të natyrshme, atëherë unë që ngam këtu, i thash. Po kur fillova 4 vjet pastaj ose duhet të analizoje. Koli, të bëjmë pak përpara se të arrim tek jazzi sot, të bëjmë një histori të vogël, si ka nisur jazzi në Shqipëri? Kush janë jazzistët e parë ose jazzistët më të njohur? Dhe cilët janë ato hyjet e periudhës komunizmit pastaj të jazzit? Periudhë kohë, unë kam bërë edhe është realizuar një dokumentar shumë i lezetshëm për këtë, domethënë kam dhënë fakte me foto. Për jazzin në Shqipëri.
Se më rëmbeu ajo se ai përfundoi dokumentar në fakt se koncerti recital, një ndër koncertet recitale në sallë të akademisë jepja unë, të Universitetit të Arteve, ashtu që problemi me kamerat, ca i kishin kap, ca s'kishin kap, dhe ashtu edhe, po si do t'ja bëjmë, i thash, na hiku koncertin, si do t'a transmetojmë, i thash, mirë publiku e dëgjoj. Koli tha, bëj dokumentar, tha. Dhe bët dokumentar. Edhe aty pasaj unë fillova të hulumtoj, edhe arrita deri në një familja Uci, ishte këtu tek bloku aty, do më thënë, ishte një lokal aty, nuk i ndjeri ka ndruar jetën, ja ishte inxhinier, i jati vetë kishte qenë kompozitor i festivalit të parë shqiptar, të muzikës lehtë, dhe Koço Uçi, ai dispononte foto të Hotel Dajtit, Italia fashiste në ato kohë. Atër bëhet fjalë në vitet 40? Në 30, ku ka qenë periuda e Mussolinit, do më thënë që erdhi këtu, do më thënë, ato periud, ishin muzikantë shqiptar, italo-shqiptar, që teksa performonin tek Hotel Dajti, luani jazz, performonin jazz, me foto, po të thëmë, me fakte, dhe ka dalë shumë interesante i dokumentari. Do të thuash, ka pasur kontakte dhe më përpara në përmjet plakave të gramafonit, në Korçë, korçanët ishin shumë qefli pas këtyre gjërave, dhe shkodranët. Pra, këta janë një lloj muzeu, si të thonë, do me thëmë, por tentativat që kanë filluar të